Reagimi i shpejt i policisë ka zbardhur ngjarjen me të shtëna me armë zjarri në ajër pas një konflikti mes të rinj. Janë identifikuar dhe janë ndaluar 4 persona, ndërsa janë shpallur pa shumë kërkim 2 shtetas të tjerë. Ndërhyrja e menjëhershme dhe veprimet intensive hetimore të specialistëve të seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Sarandës kanë bërë të mundur zbardhjen e shpejtë të një ngjarjeje me të shtëna me armë zjarri të ndodhur në lagjen numër 1 të qytetit. Nga veprimet hetimore dyshohet se në datën 12 mars 2026, rreth orës 22:30 në lagjen Panorama, një shtetas me inicialet JL dhe një shtetas tjetër i mitur për motive të dobta dhe pas një konflikti të mëhershëm me disa të rinj, kanë qelluar me armë zjarri në ajër me qëllim kanosjen e tyre. Si rezultat i veprimeve të shpejta policore, në datën 13 mars 2026, rreth orëve të mbrëmjes u bë e mundur kapja dhe ndalimi i shtetasve me inicialet AZ, GA, AB dhe DZ të moshës 18 vjeç banues në Sarandë, të cilët dyshohet se kanë qenë në dieni të ngjarjes dhe nuk kanë bërë kallëzimin e krimit. Gjatë kthyrjes së vendit të ngjarjes, shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale 5 gëzhoja, disa aparate celular si dhe një automjet. Ndërkohë u shpall në kërkim një shtetas me inicialet JL 19 vjeç, si dhe një tjetër shtetas i mitur, ndërsa vion puna për kapjen e tyre dhe për zbardhjen e plot të rrethanave të kësaj ngjarjeje. Materialet procedurale tashmë janë refruar prokurorisë së Sarandës për veprime të mëtejshme për veprat penale, kanosja, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municioneve, si dhe prishja e qetësisë publike dhe moskallëzimi i krimit.